prizmës. Lufta me Iranin, sidomos ajo e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka nxjerrë në pa një kontradikt të jashtëzakonshme, të cilën sigurisht presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump e ka thënë, e laboruar prej kohësh. Jo vetëm tani, po edhe kur ishte president në 2016. Kemi të bëjmë me një, tash duhet parë qartë edhe mirë, kemi të bëjmë me një nonsens në të vërtetë funksionimit të një organizate ushtarake, po që është edhe politike. Sepse sigurisht në këtë organizatë ushtarake nuk mund të hyjnë diktatura brenda. Pra, do hyjnë demokracia, ata që kanë zbatim të demokracisë në pushtetet e tyre. Pra, është organizatë politike dhe ushtarake. Dhe në përgjithësi, pakënaqësia, sidomos e administratës dhe i vetë presidentit Trump për një pjesë të madhe të shteteve të Evropës, në buxhetet e tyre, në pjesëmarrjen e tyre, ka qenë e thelluar. Tani është e provuar. Bile, mund të them se provokacioni më i madh ishte sigurisht nisja, pa pyetur Evropën as NATO-n, kjo tash është për të diskutuar shumë me Trumpit, sepse sigurisht niset si skenar, po pastaj kthehet në film. Kështu e kam quajtur në një prej shkrimeve të mia unë. Normalisht Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe leadershipi i saj, që është aleat, sigurisht është leadership, po është aleat, nuk i mori leje NATO-s kur sulmoi Iranin. Dhe ndërkohë po kërkonte ndihmë, jo kaq shumë në pjesëmarrjen në luftë, po kërkonte ndihmë për të përdorur Amerika bazat e tyre. Ndërkohë Irani gjuan, jo vetëm ata që i ka përreth dhe që i ka armiq praktikisht, vendet e gjirit aty, duke filluar nga Sauditët edhe Emiratet, ose Kuvajtin, ose Katarin, ose Omanin, por në përgjithësi duke shkuar puna deri me largëdhjet e mëdha që mund t'i afrohen edhe NATO-s. Po themi për Kiprën, sigurisht pastaj vjen puna edhe në NATO. Vjen puna të godasësh Evropën. Dhe normalisht, as Franca, as Britania, Britania e ka lejuar, nuk është e vërtetë që nuk e ka lejuar. Ka lejuar të çohen avion, por nuk ishin pjesëmarrës, nuk i thonin po. Sigurisht i tha jo Spanja, jo është e para, Sanchez nuk pranoi as 5% që thotë as kam, nuk më detyron ti, që thënë bën delin e zezë, por kështu i përgjigjet, normalisht. Dhe ndërkohë pastaj edhe Italia që është mike, nuk ka lejuar, po, kanë lejuar Rumania, Greqia, përdorimin, Lituania, Polonia, Hungaria, sigurisht. Ne nuk kemi pas nevojë që ta ashtu, sepse ne jemi edhe me fjalë, jemi një vend i vogël, pa jemi me fjalë, pa jemi krejtësisht pro Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në këtë pikë Trumpi thotë që shkoj, jo vetëm që jam i pakënaqur, po do të rishikohet. Edhe ky ishte takimi edhe me Mark Rutte, i cili është një person elegant si shefi i NATO-s, dhe nuk do të prishi punë me Shtetet Bashkuara të Amerikës, se e di që është një çarje e madhe. Por në një anë provokimi i Trumpit përbën pastaj skenarin e fundit të filmit me luftën me Iranin, duke i kërkuar bashkëpunimin, duke mos ia dhënë bashkëpunimin, bile duke i thënë që ti nuk mund të përdorësh bazat tona për një luftë që është e jotja, kështu kuptohet. Dhe ky lloj skenari pastaj jep të drejtën atij, merr të drejtën Trumpi, nga provokator kthehet një njerëz që shiko këtë ankesë unë kam ditur që do të silleni kështu. Po tash ti më vërtetua, filmi u plotësua, dhe unë s'kam nevojë që të paguaj para për t'ju mbrojtur ju, as për t'ju siguruar ju. Ndërkohë në bisedën me Mark Rutte në Washington, sigurisht ai vrapoi të atakonte më njëherë. Marrëdhëniet e presidentit Trump me personin Mark Rutte janë shumë të mira. Ai e pëlqen si person. Edhe ai mundohet marrë ekuilibra të mëdha, se është kollaj ti prishësh këto ekuilibra. Dhe NATO nuk do kishte kuptim sipas me kohën e sotme pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk ka pasur kurrë kuptim. Themeli i NATO-s janë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Evropa nuk është bërë kurrë njësh në fjalë dhe njësh në harxhime dhe njëkohësisht nuk është bërë njësh asnjëherë në perceptimin politik përbashkues. Leadershipi ka qenë Shtetet Bashkuara të Amerikës, por sot Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë një leadership të tipit të dikurshëm, kanë leadership
Donald Trump. E Donald Trump jo ka thënë, të gjitha ato çfarë kanë menduar që Bush i plak, më vonë edhe Bush i ri, po edhe Clintoni, dhe Obama dhe vetë Biden, në raport me NATO-n, Trump i ka thënë me zot nalt. Ky është dallimi që ka. Ata kanë vazhduar një farë mënyrë duke mbajtur ngarkesa të tilla, Trumpi nuk do të më. Dhe sigurisht ka pa arsyen që nga ky skenar, nga ky provokacion, unë e besoj është provokacioni i Trumpit. As i ka pyetur fare, ka vazhduar sulmin. Tash i thotë do ndihmoni, e ka ditur qartë që kanë pretendon pjesa e shteteve të mëdha të pasura, Franca, nuk e ka besuar që Italia, por Italia është detyruar një farë mënyrë mos ndahet. Gjithë vendet e tjera, përfshi Holandën, përfshi Suedinë, pjesa e NATO-s. Të cilët sigurisht as të lçohen avionët nuk kanë lejuar. Po ka lejuar Portugalia në ditën time, Spanja jo, Italia jo, as Sigonelën nuk e kanë përdorur. Mbase Italia falet nga Trumpi për vetë marrëdhëniet që ka me Melonin, por këto të tjerët jo. Dhe normalisht thotë se unë nuk kam pse t'ju ndihmoj më, nuk kam pse mbaj baza më, nuk kam pse harxoj për ju më, mund të kushtoj triliona, edhe në një farë mënyrë një pjesë trupave e zhvendosi ke vendet besnike. Kjo është teoria e Trumpit që ka elaboruar dhe ka thënë edhe shefja e shtypit Levit. Tash në këtë pikë unë nuk e di se kush është faji më tepër. Normalisht Trumpi është Trump, është mënyra provokative e tij edhe tipi i tij e bëjnë të shumë të vështirë në marrëveshje dhe në marrëvajtje të një aleance. Por dhe evropianët janë mos o zot. Nuk u bën njëherë njerëzit të marrin përgjegjësi të mëdha, të marrin përgjegjësi ushtarake. Të armatosen, por kanë të gjithë qëllimi i tyre që të harxhonte Amerika, të jepni një farë leadershipi dhe këta as mos kujdeseshin se ka edhe rreziqe nëpër botë, sidomos rreziqe përballimi luftësh. Edhe këta janë për faqe të zezë. Trumpi vetëm ju ka nxjerr bojën, ja ka gërdhishur bojën, ju ka nxjerr bojën komplet, tash ata s'kan bojë më. Nuk mund të jem dakord me arrogancën e Trumpit, pa ishte skenar. Po, desha ta sulmoj sepse këto marrëdhënie janë, kështu i keni shtyr marrëdhëniet ju me Iranin, tash unë kështu do bëj. Po edhe këta janë për faqe të zezë. Këtu është qëndrimi i NATO-s. Ç'do bëhet me NATO? Pa Amerikën. Janë një nga vështirësitë e mëdha tona. Në këtë vend më tepër besojnë ke Amerika se sa besojnë ke NATO. Sigurisht i kemi miq venet në Evropë, patjetër që i kemi mike, partner, po edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është promotori, janë ndërlidhsat edhe figura kryesore, po është edhe fuqia e madhe ushtarake. Tallet Trumpi thotë ato makineritë e kalbura që keni, thotë të ndryshkura që keni, me ato do luftoni. Me ka zakon. Midis provokacionit edhe të vërtetës hajde kuptoje Trumpin, se çfarë thotë. Ai egzagerohet duke uluritur 300% që ti të marrësh vesh 100%. Po kështu bën me Iranin, po kështu ka bërë me gjithë botën. Me tarifat e tij, me elementë tilla, kupton. Praktikisht në këtë ditë kemi zhvë një pikpyetje e madhe edhe me kontaktet e fundit të Mark Rutte's, ose shefit NATO-s në Washington. Unë nuk besoj se do shkrihet, se do ikin, këtë nuk e do as Trumpi thellë, por që ka marrë krizë të madhe dhe duhet bërë një veprim tash i cili nuk e di do të shkojnë në drejtimin e forcimit, por sado që të forcohen nuk kanë kohë as për të forcuar vendet e Evropës. Gjermania për shembull kishte shpallur gati mobilizim, duhet marrin leje burrat nga 17 vjeç deri në 45 vjeç. Gati është një thymje lirie kjo. Kështu bën Gjerman, po ti lesh pse fillojnë të luajnë mendsh, kupton, fillojnë të bëjnë marrëzira, por s'kan ç'a bëjnë. Deri nuk harxhonin para fare, kanë një ushtri të vogël. Sot kanë filluar të nxjerrin miliardat e tyre që ndërkohë ato miliarda i kursenin se të kishin amerikanët brenda. Ato miliarda i kursenin dikur edhe Italia dhe Spanja se kishin miliardat e amerikanëve. Gjithë vendet e linjës ju futen në ato po ashtu. Pra, duhet parë me kujdes. Trumpi duhet me lanë fajt e Trumpit, por edhe evropianëve, edhe vendeve anëtare evropiane të mëdha dhe të pasura në NATO duhet të kenë mbajnë fajt e tyre. Nuk i ka të gjitha Trumpi.
Nuk I ka të gjitha Trumpi, I kanë edhe këta. Absolutisht I kanë edhe këta. Tjetra që do të diskutoj është një gjë që po bëhet me Mark Zuckerbergun për sidomos për Instagramin, e përdorimin e tyre nga fëmijët, dëmin e madh që sjell në psikën edhe rritjen e tyre, etj. Si këto. Dhe u kanë trajtuar një problem. Ai vazhdon gjyqi, dhe sigurisht duhet përgjigjet vetë shefi I madh, CEO I madh I Facebookut, Instagramit, gjëra të tilla, WhatsAppit e këto. Facebook. Mark Zuckerbergu, sigurisht që e respektoj për kreativitetin e këto, por ama, tash po flas për Facebook. Atëherë kam konsideruar, si më thënë, Facebooku në kolektivin shqiptar, në shoqërinë shqiptare të smur, për nga demenca e madhe e ignorancës dhe prepotencës, por njëkohësisht problemit madh që kanë shqiptarët me një tjetër që e bëjnë problem personal çdo fjalë që nxjerrin ose që shkruajnë. Facebooku është bërë natyra më e keqe, kuptohet si rrjet, nuk është njeri, nuk është individ, mas Sali Berishës. Sali Berisha është kulmi I shpifjes, kulmi I intrigës, kulmi I sharjes, I fyerjes, I fake newsit dhe I qelpsinës që nxjerr nga goja dhe mendja e tij devijate. Dhe këtë vend nuk ja zë Berishës as kërkush. Por nëpërmjet Facebookut ky bëhet akoma më I keq. Pra Facebooku është në vend dytë mas Berishës. Sepse aty portalet e një kategorie kriminale, jo vetëm të shpifjes edhe të intrigës, të fake newsës edhe mashtrimit, po edhe të një kapaciteti keqbërës, që përdoret bile shpeshherë dhe kundra kombit dhe kundra shoqërisë, për bën edhe bazën numër 1 të rritjes së aciditetit në popull, të marrjes, sidomos kur fillojnë edhe komentet, edhe individët no face, no name, fake adresat, të cilat Facebooku kur nuk I kontrolloi, përbëjnë krimin më të madh, I cili po dëmton jo mendjet vetëm të adoleshentëve dhe të rive, po çdo lloj mendje njerëzore. Sepse aty flitet la pa la, aty nuk ka etik, aty nuk ka përmbajtje bosh parimor, aty nuk promovohet e drejta e vërteta, liria, aty mbytet liria. Aty nuk ka të drejtë fjale, aty ka handrak fjalësh të cilët mbysin lirinë e fjalës. Aty ka jo vetëm intrigën më të madhe, po aty ka urrëtitjen më të madhe, ku shprehet më tepër urrëtitja e shqiptarit në shqiptarit që në Facebook. Përveç Sali Berishës, jam duke thënë, ai është në vend parë, po Facebooku I jep mundësi të gjithëve të kthehen si Sali Berisha. Ata shikojnë Sali Berishën si sillet, sa gënjen, sa mashtron. Edhe të tjerët mas Sali Berishës, politikan nga të gjitha anët, në 360 gradë, po asnjë nuk e konkuron Berishën për nga e keqja e madhe, patologjike që ka, po Facebooku e bën të mundur. Unë vetë kam numëruar deri në vetëm në Shkodër, këtu 10 portale të cilët janë ngritur për të fyer sharë dhe denigruar njerëz. Handrak ka në ato portale, handrak. Jo vetëm politik, imoral, patologjik. Dhe qindra, emra, no name, no face, pa ftyra, me ftyra qenjsh, karrocas, pikturash edhe pisleqesh nga më të mëdhajat, që denigrojnë, shajnë, fyjnë, kanë urrëtie religionare, në Shkodër kërcet urrëtia religionare, shesin mend mësa me e thëmë. Popull që do toleranca fetare, Këtëm se shqesin këshi gomardheqesh nga goja, këshi bashkësis që shkojnë mirë me njëra tjetër, shajnë e kërdisen, me njëri tjetër sepse janë ignorant, dhe të këqi. Shifja adresat se që janë, pak janë me emre dhe njerëz I dallon se që janë. Të gjithë tjerët janë me adresa fake. Me adresa fake edhe të ngritur që nuk kanë identitet dhe që Facebooku vazhdon t'i lejoj që të ndërtojnë adresa tilla. Dhe sigurisht duhet kapur në dorë, që duhet kapur nga Bashkimi Evropian, duhet kapur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet I vu frek se punë. Nuk mund të hapësh adresë fake. Duhet t'i japësh generalitetet ato të jetë pranume që të kesh një adresë, të dihesh se kush është. Se shkollajt ndërtosh portale të tilla dhe adresa të tilla e të shash të fyes. Janë mësuar isha politikanë, po politikanët aq u bën. Politikanëve aq u bën. Sali Berisha dhe Edi Ramës ato duan klikime edhe gjithë politikanëve të tjerë. I shani kërdis atyre kaq u bën. I fyni urren kaq u bën.
poshtë vazhdon masaj, shaj njëri tjetrin njerëzit, urrejnë njëri tjetrin, mashtrojnë njëri tjetrin, gënjejnë në mënyrën si primitive ashtu dhe të sofistikuar. Përdorin fake newsin e përdorin gjithçka që nuk është e vërtetë për të shitur për të vërtetë. Kush është vendi që shpalosen këto? Facebook. Dhe Facebooku i kujt është? E këtij Mark Zuckerberg. Asgjë me Mark Zuckerbergut, po ky, sepse ai thotë unë kam krijuar mundësira që ta bllokosh të mos thjesht, mos kështu, por ka kriju mundësinë që të ketë portale fake, të ketë ftyra dhe emra fake, të ketë no name, no face, siç po them, as fytyra as emër, të jenë në përgjithësi adresat të cilat përdoren pastaj për të shkatëruar shoqërinë njerëzore, për të shkatëruar sidomos të rinjt, fëmijët, për të shkatëruar gjithçka që ka moralitetin. Për të sjellë moralitetin të quhet amoral dhe amoralitetin të quhet imoralshëm. Për ta bërë të vërtetën e keqe, të shëmtuar për të luftuar dhe të patë vërtetën të bukur për të përqafuar. Këtë e bën Facebooku, sepse sigurisht pastaj në krye të tij jam dakord, është Sali Berisha. Ai edhe pa Facebook kështu ka vepruar. Ai edhe sapo ka dalë që është ulur prej Vigjidorit në Tiranë, kështu ka qenë. Pavarësisht se nëse ka qenë i Zoti, ta përdori atë karakter të fliqur që ka, apo nuk e ka lënë kush, kjo është e dyshueshme. Po në kohën e sotme, sigurisht ai bashkë me Facebookun përbën një tandem, përbën një simbiozë kriminale për sa i përket degenerimit kësaj shoqërie e cila i ka simptomat e tilla. I pëlqen që të shkojë mas kësaj, sepse sigurisht shikoj në debatet që bëjnë edhe në komentet që bëjnë. Nuk ka shoqëri më të fliqur në Ballkan se sa shoqëria shqiptare. Kosova dhe më keq se ne, për sa i përket trajtimit të fyrjes, intrigës, shpifjes në debatet dhe editimet, po dhe komentet në Facebook. Për mua është një e keqe e madhe që po ndodh. Dhe nuk po i vjen fare. Gjyqi që po bëhet për Instagramin me Mark Zuckerbergut. Po duhet bërë një gjyq i madh dhe një gjobë e madhe edhe për Facebookun. Dakord miqtë e mi?